Shoqata humanitare Rinia e Reçanit edhe gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit ka vijuar me aksione humanitare. Mesir Mersini nga shoqata në fjalë tregon që edhe këtë vit në përkujdesje të shoqatës janë deri 60 familje me status të rrezikuar social. Janë gati 60 familje që vullnetarët e shoqatës kujdesën për furnizimin e tyre me produkte ushqimore dhe higjienike për gjatë muajit të Ramazanit. Aksionet tona janë të rregullta, por për muajin e agjerimit shprehim kujdesin më të madh që familjeve në nevojë të mos u mungojnë kushtet elementare për këto ditë agjerimi. Aktivistët e shoqatës vazhdimisht ndodhen në terren dhe kujdesen për familjet që janë në kujdesin e tyre. Aktivitetet e shoqatës vijojnë përgjatë 12 muajve të vitit. Shoqata humanitare Rinia e Reçanit ndërmjetëson mes njerëzve human dhe njerëzve në nevojë. Përmes fitrave, zekatit dhe sadakas nga njerëzit e vullnetit të mirë, sigurohen pakot që shpërndahen tek familjet në nevojë. Shoqata humanitare Rinia e Reçanit funksionon tash e disa vite. Është krijuar nga një grup vullnetarësh që me vullnetin e tyre të mirë janë duke bërë një punë të mrekullueshme dhe në ndihmë të familjeve nevojtare.